Fjalën e ka drejtori i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Shkencave të Hamit Kapa. Faleminderit, do përgjigjes një kujdes për bimin e minoritetit sham, si një hap i paramenduar i Greqisë. O mbarë me ngjarje konkrete, duke i referuar disa burimeve, që do referoj nga kryesisht burime britanike amerikane, që dëbimi i minoritetit sham nga Greqia në fakt ka qenë një hap i paramenduar i Greqisë. Dhe arsyet nuk janë thjesht na sulmoi apo na luftoi në luftën e dytë botërore, por ka të bëjë me konceptin për minoritetet në Ballkan në përgjithësi, për krijimin e shteteve homogjene. Ka të bëjë jo aq vetëm se shamët ishin musliman dhe duheshin larguar si të tillë, sepse nga Greqia e larguar ose u dëbuan sigurisht një komunitet i madh ose gjithë hebrejt, dhe 60.000 hebrejt sigurisht që ishte edhe prej Gjermanisë, por do të kemi parasysh ka dhe njerëz konkret brenda Greqisë që kanë përgjegjësi për këtë akt që ndodhi. Historiani grek Yorgos Margaritis shkruan në një libër të tij, thotë Greqia humbi dy komunitete historike të saj, hebrejt dhe çamat, duke i hequr ata nga lista e pakicave në këtë vend dhe duke krijuar një plagë e cila nuk është mbyllur edhe sot e kësaj dite. Masakra dhe spastrimi etnik i popullsisë çame në vitet 1944-45 është pjesë e zhvendosjeve të mëdha e të dhimbshme që ndodhen në mbarim të luftës së dytë botërore në Evropë. Por, në dallim nga një pjesë e tyre, bimi i minoritetit çam nga Greqia u krye tinëzisht nga forcat nacionaliste greke, të cilat shfrytzuan rrethanat lokale dhe ndërkombëtare, pa u mbështetur ndonjë akt ndërkombëtar fuqive të mëdha, sikurse ndodhi me shpërnguljen e gjermanëve pas një vendimi të konferencës Potsdamit. Në largimin e detyruar të mijëra shqiptarëve çam nga territoret e tyre etnik, ka pasur rolin e vet edhe politika e kushtuesit italian dhe gjerman, por do të them dhe qëndrimi Sauditës deri diku nxitës si misioneve ushtarake britanike në Greqi. Duhet të them gjithashtu që, siç tha dhe profesor Ajredini, në mënyrë direkte apo indirekte, një pjesë e Paris çame fitoi nga kushtuesi. Në këtë kontekst i jam përpjekur të jap përgjigje disa pyetjeve që kanë të bëjnë me konceptet e shtetit grek ndaj minoriteteve, jo vetëm atij shqiptar, i cili sipas meje është shumë i rëndësishëm për të shpjeguar atë që ndodhi në vitin 44 dhe 45, duke u mbështetur tek politikat e aleatëve të mëdhenj, kryesisht tek Britania e Madhe, por edhe të problemi i kthimit mundësisë për kthimin e çamëve ose rikthimin e çamëve në territoret e tyre. Pse kjo gjë nuk u bë mundur? Sigurisht nuk e di se do kemi kohë për të trajtuar këto, por me siguri që do votojmë dhe unë besoj që do të votojmë. Të gjithë e dinë që Britania e Madhe kishte interesat veçanta tek Greqia. Interesat e saj ishin materializuar në takimet e Stalinit me Churchillin në tetor 44, por edhe më vonë. Dhe e dim gjithashtu që për Greqinë janë vrarë 40.000 britanik, kjo është referencë e Churchillit, jo thjesht në luftën italo-greke, por edhe më vonë me Gjermanin, desembarkimin në Greqi e tjera. Kështu që interesi Britanisë së Madhe për Greqinë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Unë për të arritur në një konkluzion, domethënë se si mendojnë grekët në përgjithësi problemet e minoritetit,
kam shfrytzuar një studim që do ta quaj një studim briljant të një diplomati grek, zëvendës konsul i Britanisë së Madhe në Pire, i shkërkuar në vitin 1943 në nëntor dhe ai ka përfunduar në 9 mars të vitit 1944. Do të thënë, përpara shpërnguljes së çamit. Dhe që shpjegon në një farë mënyre që atë që ndodhi ishte programuar, ishte e menduar. Në 14 nëntor të 43-shit, Foreign Office i kërkon diplomatit Balfour një draft studim për çështjen e minoriteteve në këndvështrimin grek, të fokusuar në 3 çështje. Problemi i albinit bullgarëve nga territori grek, e dyta është për minoritetet në Greqi, në cilat fshin dhe bullgarofonët, siç i quajnë ata, shqiptarët, hebrejt, armenët, maltezët, italianët, edhe ndonjë minoritet tjetër që mund ta mendoni ju i thotë. Po kështu, nëse i kërkohet gjithashtu të jap një ide nga këndvështrimi grek të diasporës greke jashtë Greqisë. Kur flitet për minoritetin, ose më mirë kur flitet për arbanitasit, thuhet që është një komunitet plotësisht i asimiluar, vetëm një pjesë e tyre e vogël flasin greqisht, dhe të gjendja e tyre është greke. Realisht nuk bëjmë problem për Greqin, për neve. Po kështu kur flet për problemin e Epirit Veriut, jep ca shifra që si gjithnjë janë të egzageruar, thotë vetëm 100.000 qytetarë janë grek, thotë, por aty thotë gjendet edhe 150.000 të tjerë me origjinë greke. Evangelidis është ish konsulli që mund për Madame La, ja dërgon studimin, ja dërgon ambasadës Britanisë së Madhe në Aleksandrit, siç thash në mars të vitit 1944. Sigurisht që në krye të listës minoriteteve nuk janë shqiptarët, për hir të vërtetës, problemi më i madh për Greqinë ishin problemi i minoritetit turk në Greqi. Por i vetmi minoritet që kam iden njive dhe sot e kësaj dite në Greqi, sepse të tjerët nuk njive, por duket që fuqia Greqisë, fuqia Turqisë nuk janë të balancuara dhe sjellja ndaj minoritetit turk është e ndryshme nga e Greqisë ndaj minoriteteve të tjera. Dhe kur vjen puna për minoritetin turk, thotë që minoriteti turk në Greqi është trajtuar mirë, thotë, në tharkën perëndimore, thotë, ndërsa i tregjet nuk mund ta themi, grekët nuk e kanë ofruar për bullgarofonët dhe myslimanët shqiptarë afër kufijve të veriut. Do të thënë shpjela për çfarë. Sigurisht që shpjegon me një lloj traktati, me traktatin e Lozanës të vitit 1923 këtë sjellje, por realisht po ta analizosh me logjik, është fakti që Turqia ishte një shtet i fortë dhe Greqia ishte një shtet më i dobët. Ndërsa Shqipëria historikisht ka qenë një shtet i dobët krahasuar me Greqinë. Dhe po të bësh një vështrim, domethënë ngjarjeve edhe pas luftë dhe në mbarim të luftës dytë botërore, shqetësimi kryesor për Greqinë nuk ishte Epiri i Veriut. Epiri i Veriut ishte pjesa më e parëndësishme, dhe këtë pohojnë edhe britanikët dhe amerikanët. Problemi për Greqinë ishin dodekanezë, ishte problemi i Kipros dhe sidomos problemi i slavëve në Maqedoninë greke. Por, duke qenë tash disproporcional, ushtronin më shumë presion dhe ky presion në një farë mënyrë është ndjerë fort tek neve.
Më leni të citoj një pjesë në shkrimi i diplomatit grek në shërbim britanikëve, kur flet për minoritetet. Po citoj, unë shpresoj për të pa shumë pyetje, duke pasur konsiderat faktin që Greqia ka qenë aleate e Britanisë Madhe në 2 lufta botërore, ndërsa Bullgaria në anën e Gjermanisë. Kjo natyrisht natyrisht përfshin sakrifikimin si dëmin më të vogël të 60.000 slavofonëve. Të drejtat e tyre si minoritet, si gjykohen nga Liga e Kombeve, nuk janë respektuar nga grekët. Edhe rekomandon ka disa materiale që i bashkëngjit e këtij studimi, për shkak se Greqia zbaton, po e them këta mbajtur mend, konceptin e të drejtave individuale, njerëzore, demokratike, në kuptimin e faktit që një person që jeton në Greqi si qytetar grek, duhet ta provojë veten si grek i mirë. Në këtë mënyrë, rrugësqyrje për një maqedonas slavofon që jeton në Greqi është që të ofrojë lirisht sakrifikimin e gjuhës dhe të karakteristikave zakonore slave, ose emigrimin në Bullgari, një zgjidhje e hidhur për një bujk slav, viktime pafajshme e fuqisë politikës së 60 vjetëve të shkuara. Si kompensim, Greqia mund të shpesohet që të marrë mbrapsht grekt e fundit të racës vet, të mbetur në Bullgari, të cilët arrin në 15.000. Kur flasim për Bullgari, duhet të kuptojmë që e njëjta sjellje edhe mos të më theksuar është edhe për minoritetin shqiptar në Greqi. Vazhdojmë më tej me problemin e kufive me Bullgarinë. Kuptojmë që është mars 24-s dhe nuk mendojnë që kufit duhet ndryshuar. Një pjesë e rëndësishme e studimit i kushtohet problemit të Maqedonisë dhe të Maqedonasve. Dhe ashtu si tha profesor Kubi, në Greqi kishte mendohesh që kishte 2 zgjedhje. Zgjedhje të forcave djatha, zgjedhje i thakëshin, po kështu do të quajmë, dhe të forcave të majta. Zgjedhja e forcave të majta, për një vërtetës duhet parë në një kontekst më të gjerë. Zgjedhja e forcave të majta nga Bashkimi Sovjetik, por edhe nga Jugoslavia, është parë përmes krijimit të një federate ballkanike, ku do të aderonte fillimisht Jugoslavia, Bullgaria, mund të shpresojnë që se do fitonin forcat e majta në Greqi, do t'i bashkojë edhe Greqia dhe do të bashkojë edhe Shqipëria. Një federatë ballkanike e tillë mendoj që do t'i sfumonte problemet e minoritetive dhe nuk do shkonin në çvendosje, po sepse kufit do ishin të hapura. Por ky projekt është kundërshtuar fort nga britanikët, shumë fort, edhe nga amerikanët është kundërshtuar duke filluar nga fundi i 44-s në mënyrë të vazhdueshme, derisa Stalini u hoqi në fillim të vitit 1945 dhe e ringriti këtë, sidomos nga viti 1947 nga ana të tjera të ndryshuara. Nëse do të krijojë kjo lloj federate, për Greqinë dhe Turqinë që do ishim pjesë e influencës perëndimit, shikoj se shumë e rrezikshme. Dhe ka dokumente, ka studime, sidomos britanike, për rrezikun që i vinte Greqisë nga këto 3 shtete. Po them për Shqipërinë flitet për shembull për 2 divizione dislokuara në jug, në fakt nuk ka qenë ashtu fare. Ne që kemi parë kanë qenë vetëm 4 brigada dhe nuk është se ne kishim ndonjë plan për të sulmuar Greqinë bashkë me shtetet e tjera, por nëse këto janë studime. Tash më lejoni të flas se çfarë shkruan, çfarë përmendet në këtë studim që i dërgohet Foreign Office-it, që është studim shumë i rëndësishëm për problemin e shqiptarëve. Thotë, duke u kthyer tek çështja greko-shqiptare, autori sugjeron si një zgjidhje, thot ai, të keqe të fundit, dëbimin e 18.000 shqiptarëve musliman të mbetur në Epirin grek, me qëllim që sipas tij
të shmangin ngrinjet dhe mungesa e mëshirës njerëzore, sepse po që se çamët musliman mbeten atëre në një farë mënyrë, siç thot ky, do bëhen thot si pre e popullsisë greke vendase. Dhe këtë lloj logjike e kanë përdorur vazhdimisht, edhe kur janë bërë përpjekje për rikthimin e çamëve në periudhën më vonshme, më thënë ka një lloj urrëtie sipas tyre ndërmjet popullsisë vendase, duke përfshirë dhe çamët e krishterë dhe popullsisë çame muslimane. Profesor Hayreddini foli për këtë gjë, sigurisht që mosmarrëveshje ka pasur, por unë besoj që është ky realiteti. Ajo që do të theksoj është që flitet për 18.000 çamë në mars të vitit 1944, kur ende nuk ishte filluar dëbimi I çamëve. E dini që është në qershor dhe në mars 45, qershor 44, mars 45. Do më thënë, këto lloj studimesh kanë ushqyer një filozofi të caktuar dhe kur flasim për fuqi të mëdha, duhet të kemi parasysh që kanë interesat e tyre dhe ajo çka flitet në një farë mënyrë për Britaninë, do më thënë, nuk është pa vend, megjithse duhet parë në një mënyrë, si të them, më elastike. Në të njëjtën kohë, thuhet që parimet e nacionalizmit kërkojnë një ratifikim të kufirit greko-shqiptar në rajonin e Gjirokastrës dhe më pak se kaq në Konispol. Ka dhe këtu një material ndihmës mbështetës. Pretendimet greke, thot autori shkojnë utej, por ato duken të pabazuara. Tashti, unë kam patur rastin edhe kam shkruar tek Shqipëria dhe të mëdhejt, tek studimet që kanë bërë edhe britanikët edhe amerikanët, dhe një pjesë e atyre vijnë nga burimet greke, dhe ky qëndrim I këtij autori është I moderuar, sepse realisht Greqia, domethënë, nuk flasim për Greqi në këtë kohë sepse Greqia ishte pushtuar, por flasim për kahje të caktuara që në farë mënyrë shprehin një filozofi të caktuar, sepse nuk kemi shtet grek, shteti grek ishte I pushtuar, por kishte një qeveri mbretërore në Egjipt, por kishte njerëz caktuar që ishin pranë britanikëve, po ishte e njohur nga qeveria britanike dhe nga qeveria amerikane, kështu që zëri I tyre nuk është se ishte zënë shkretir, po shkonte në një drejtim të caktuar. Dhe domethënë kjo kërkesë që bën për Gjirokastrën dhe për zonën e Konispolit, në fakt përputhet tamam me studimet britanike. Unë I kam parë me shumë kujdes, edhe është në të njëjtën rezonancë me to. Po kështu flitet për mbajtjen e një plebishiti në Shqipërinë e Jugut. Duhet të kujtojmë që Karta Atlantikut, që ne e kemi si pikë reference, është I plani Marshall në një farë mënyre që mundon të kënaqet të gjithë, që secili popull shikonte atë çka dëshironte ai, jo çka atë mund të merrte në realitet. Dhe problemi I plebishitit nga qeveria greke është ngritur që gjatë luftës së dytë botërore. Plebishit kërkonte Kosova. Plebishit kërkonin pothuaj gjithë popujt e tjerë. Sigurisht që Karta Atlantikut ishte shumë efektive dhe I shërbeu edhe luftës dytë botërore, por në një farë mënyre dha dhe një lloj sigurie për atë çka do ndodhte pas luftës. Se si ndodhi në realitet, pastaj kjo është një histori tjetër. Flitet thash për plebishit, I cili thot duhet përfshi të gjithë të krishterët e rajoneve të Shqipërisë jugore, në klapa e Piri Veriut, të vëzhguar nga leatët apo nga zyrtar neutral, por gjithnjë në prezencë të vëzhguesve grek, qeveria të cilëve duhet paguaj, thot, për këta persona që do dërgohen. Për individa apo për familjet e tyre që banojnë në rajonin e që nuk përfshihen në plebishit dhe nuk kanë mundësi zgjedhje, duhen krijuar mundësitë që të emigrojnë në Greqi. Këtyre të fundit, sikurse muslimanëve shqiptar të ardhur nga epiri grek, duhet u jepet asistencë,
supozohet në këtë rast se nuk parashikohet një zgjidhje ndërkombëtare, si ajo që përmenda, një zgjidhje federative, duket që autori i përket spektrit të djathtë dhe nuk i përket spektrit të majt për krijimin e Federatës Ballkanike. Do me thënë, plebishiti nuk do përfshinte vetëm minoritetin e njohur grek, po plebishiti supozohet të përfshinte gjithë të krishterët e Shqipërisë Jugut, që është sipas tyre është goxha i madh në ato shifrat që i japin, dhe jo vetëm kaq, por edhe të krishterë të tjerë që ishin jashtë zonës së plebishitit mund të zhvendoseshin në Greqi. Për këtë kategori flet autori, nuk flet për këtë, si them, për çamët që duhen mbështetur e tjera, po flet për këtë kategori. Konkluzioni i këtij studimi, që është goxha i gjatë, është ky që Greqia dhe shtetet e tjera të Ballkanit i krijuan dhe i jetësuan shtetet e tyre kombëtare mbi teorinë e shteteve homogjene, ku minoritetet përgjithsisht ishin të padëshiruar. Minoritari mirë është, siç thot ky, është ai që flet greqisht, që ndjet grek, që humbet gjuhën e tij dhe është qytetar normal i Greqisë. Të tjerët nuk kanë vend në Greqi. Dhe ne, domethënë, kur flasim, duhet ta shtrim këtë koncept jo vetëm thjesht me minoritetin çam, me muslimanët. E njëjta sjellje është me bullgarët, e njëjta sjellje është me maqedonasit. Çfarë ndodhi në mbarim të luftës me Greqi? Në Greqi. Në Greqi ndodhi ajo që minoritetet gati u zhbën. Çamët ishte pjesa më e vogël, po të shikosh. Hebrejt, rreth 60.000 hebrej, kryesisht në Selanik, në Patra, në Korfuz dhe në tjerë, u zhdukën nga Greqia. Slavët, një pjesë e mirë e slave në luftën civile në Greqi janë shpërngulur 1 milion grek tonë, por janë grek kryesisht slav. Dhe pjesa më e madhe e tyre lëvizje në drejtim të vendeve të ish Bashkimit Sovjetik, shumica e tyre ngelin në ato vende dhe vetëm pas vitit 1981 u kthyen ata që ishin me kombësi greke. Kjo pjesë ngeli jashtë edhe në një farë mënyrë u bë pjesë e këtyre shteteve. I vetmi minoritet në Greqi, që duhet ta them edhe një herë, që ndjehet në një farë mënyrë i fortë, është minoriteti turk. Logjika ta thotë, po të kishte mundësi, edhe kjo do ishte përzënd. Po të njëjtin gjë më vjen keq ta them, bën dhe Turqia nga krahu tjetër. Domethënë, të njëjtin gjë ka bërë Bullgaria. Shtetet e Ballkanit, përveç nesh, ne kemi trashëguar një filozofi të mrekullueshme, them, nga rilindja kombëtare shqiptare. Ne kemi trashëguar një filozofi që të gjithë ata që flasin shqip dhe ndjehen shqiptar, ata janë pjesë e shtetit, ata janë pjesë e shtetit shqiptar. Dhe ne nuk është se kishim nevojë për të krijuar një shtet homogjen, sepse aq sa na lan neve, na lan vetëm bërthamën. Pjesa tjetër ngeli e gjitha jashtë. Po s'ka ndodhur kështu me vendet e Ballkanit. Bullgaria ka luftuar fort me Serbinë, pavarësisht se janë slav. Bullgaria ka luftuar fort me Greqinë, pavarësisht se janë ortodoks. Domethënë nuk është thjesht çështje problemi fetar, por është problemi i shteteve homogjene. Unë mund të merresh edhe me probleme të tjera këtu, por qëndrim në Britanisë Madhe, ndonjë pyetje tjetër, pse nuk u bë mundur kthimi i çamëve që më ka shqetësuar gjithnjë pas luftës së dytë botërore në Greqi, por po ta shikosh, është një mision i pamundur. Është një mision i pamundur dhe ndarja e madhe e luftës sot në një farë mënyre bëri që secili të shikonte domenin e vet. Faleminderit.